Për menyn tuaj të nesërme, ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni kube të ftohta. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, ju nevojiten këto prodhime: 4 vezë, 10 lugë miell, 12 lugë sheqer, 2 lugë kakao, gjysmë pako aditiv për brumë, gjysmë litri qumësht, 200 ml shtalp, 125 gram margarinë, 200 ml ujë, 100 gram çokoladë për gatim. Koha e nevojshme për përgatitjen e kubeve të ftohta është 60 minuta. Në tenxhere hedhim 400 ml qumësht dhe e vëmë në zjarr. Duke përzier me telin e kuzhinës, në tenxhere hedhim 6 lugë sheqer. Në qumshtin e mbetur në menzur, hedhim 4 lugë gjysmë miell dhe përziejmë me tel. Në qumshtin e valuar, e shtojmë miellin e zbutur dhe përziejmë pa ndërprer me tel. E ziejmë kremin derisa ta fitojë dendësinë e duhur. Pastaj, nenën për përzierje i thyejmë 4 vezët dhe i rahim me mikser. Ne hedhim 6 lugë sheqer dhe i rahim derisa të shkrihet sheqeri. E shkyqim mikserin. Aditivin për brumë dhe kakaon i përziejmë me miellin dhe i shtojmë nenën për përzierje. Përziejmë me telin e kuzhinës derisa të bashkohet masa. Pastaj, masën e derdhim në tavë, mbi të cilën kemi shtruar letër. Dhe e vëmë në furrë. Pjekim 15 minuta, në temperaturë prej 200 gradë. Tavën me pandispanjen e pjekur, e nxjerrim nga furra dhe e vëmë në tavolinën e punës. Çokoladën e thyejmë në copë dhe e vëmë në enë të thellë. Enën e vëmë mbi tenxhere në zjarr me ujë të valuar, për ta shkrirë çokoladën mbi avull. Me thik, i lirojmë skajet e pandispanjës. Pandispanjën e kthejmë nga prapa dhe ja largojmë letrën. Kremin e zier dhe të ftohur e vëmë në enën për përzierje dhe e rahim me mikser. Në enë shtojmë margarinën dhe i rahim me mikser derisa të bashkohet masa. Me këtë krem e lyejmë pandispanjën. E përziejmë çokoladën e cila shkrihet mbi avull dhe hedhim në të vaj për të fituar shkëlqim. Enën me çokoladën e shkrirë e vëmë në tavolinën e punës. Në enën për përzierje, e hedhim shtalpin dhe e rahim me mikser. Një pjesë të kremit pana e vëmë në një enë anash. Ndërsa pjesën e mbetur vazhdojmë ta rahim derisa ta fitojë dendësinë e duhur. Kremin pana e derdhim mbi krem dhe e përhapim në tërë sipërfaqen. Pastaj, me letër bëjmë një fishek, të cilin e mbushim me kremin pana të cilin e lëm anash. Si për kremit pana në tort, e hedhim çokoladën dhe e shpërndajmë në tërë sipërfaqen.
Me fishekun e mbushur me krem pana, e zbukurojmë çokoladën mbi tortë. Pastaj e kalojmë me kruarse dhëmbësh. Ëmbëlsirën e gatshme e presim në copë të mëdha. Një copë kubi të ftohtë vëm në pjatën për servirje. Me këtë ëmbëlsirë, rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund, pijeni një filxhan kafe të shijshme të zezë. Ju bëf të mirë!